Gara për guvernatorin e ri të Bankës Popullore po hyn në fazën përfundimtare. Mandati i guvernatores aktuale përfundon më 20 maj, që do të thotë se më 21 maj duhet të kemi guvernator të ri. Kryeministri Hristijan Mickoski njoftoi se deri të premten do të përfundojnë konsultimet me presidenten e shtetit Gordana Siljanovska-Davkova dhe do të dihet se kush do të jetë propozimi për njeriun e parë të institucionit më të rëndësishëm monetar, i cili sipas ligjit kujdeset që inflacioni të mos jetë i lartë dhe mbron vlerën e valutës son denarit. Pa već imavме razgovori со председателката во понеделникот на оваа тема. Тие разговори очекувам да ги продолжиме. До крајот на неделата ќе биде јасна позицијата. Очекувам во понеделник да биде информирано собранието. На 20 има седница. Разговарав и со председателот на собранието за дополнување на дневниот ред на 20, така што рокот ќе биде испочитуван. Në opinion përmenden disa kandidatë serioz për funksionin guvernator-guvernatore. Favorit kryesor janë guvernatorja aktuale Anita Angelovska-Bezhovska dhe ish-ministrat e financës Zoran Stavrevski dhe Trajko Slavevski, por mund të befasojnë edhe favoritët e nënhije, që janë ish-zëvendës guvernatorja Maja Kadievska-Bojnović dhe profesori i ekonomisë Borxhe Trenovski. Megjithatë, kush do të jetë kandidat, në fund pajtueshmëritë do të duhet të japë edhe presidentja e shtetit, e cila deri te kuvendi parashtron propozimin për këtë funksion. Kryeministri Mickoski thotë se secili nga kandidatët që dëshirojnë mbështetjen e qeverisë dhe partive në pushtet do të duhet të angazhohen për kurs fiks të denarit e jo për kurs fluktues apo formim të lirë në raport me euron. Сите кандидати кои што се разгледуваат се вонсериски, искусни и кандидати кои што убеден сум дека ќе одржат макроекономската стабилност на Македонија. Në rast të mos respektimit të afatit për zgjedhjen e guvernatorit të ri deri më 21 maj, guvernatorja aktuale vazhdon me kryerjen e detyrës deri në zgjedhjen e pasardhësit të saj ose deri te rizgjedhja e saj.